shumë lajmet, ma shumë po bëhet spektaklin lajme në parlament se sa në këto spektaklit. A, Niku? E vërtet. Si ishe spektaklit në Kosovë? Në Kosovë, të mangëta, pak. Pak. Në Shqipëri ma prezente. Në Shqipëri ma prezente. Jo pse jam tash këto mysafir në emisionin e ju, në spektaklin e ju, po diçka e tillë me një karakter edukativ, me një karakter informues, relaksues, që mund të këshyret në ambiente familjare, po mungon, me sa e 2-3 janë në Kosovë, kështu? Mirë shumë. Tashi, tek të realizurit e këngëve, më shumë të ndihmon edhe fakti përveç, ajo është çështje, është dhunti, po mund të kultivohet kjo, patjetër. Po. Çush kultivohet, Nik? Po kjo është sikur puna e zjarrit, e atyre gocave, po nuk i fryte zjarrit ai fiket. Sa më shumë i fryn zjarrit aq më i madh bëhet edhe më shumë ndizet, edhe kjo kështu, ëh. Kjo është, me të thënë drejtën, pak është e rëndësishme, normalisht është e rëndësishme dhuntia, po është tepër shumë e rëndësishme puna pastaj. Puna. Si në çdo gjë, tek arti 1% është talenti, duhet ta ketë. Se të tjerët se kanë heq as 1% atë talent, po duhet ta kultivosh me punë. Vdes pastaj s'po spunove vdes si talent. Vdes si talent, a? Po, njëri tha kam qenë shumë talent i madh, edhe pastaj çka ndodhi? Ka thënë Hajdardushun kanë thonë moti je talent i madh. Po çka ndodhi Lul tha mbeta talent prej atëherë, tash i ka 50 vjet. Niku po shkoj me marr një gitare. Hajde. Ata për fëmijëve thonë kjo është shpirti tem e kështu, po unë mendoj që edhe gitara është një farë lloj shpirtit tonë. E mora këtë që në kuadër të pyetjes sa ka spektakle, sa bëhet spektakle, si e bëjnë spektakle njerëzit, me na performojnë. Me ta ofru gitaren. E ke gitaren si instrumentin që të përcjell gjithmonë apo krijon edhe me instrumente tjera? Dashnia e parë në mendzi pres kur të bëjmë këngë tash me Ardianin, kur punoj me Ardian Kastrotin, edhe ai është gitarist. Dhe bënë, qëfar do zhandri që e punojmë këngën, pa e fut gitarë, atë është e pamundur. Gjitha këngët e mija ka gitarë. Vetëm si informacion, do më thënë juve me Ardianin edhe me Goldin, po, kemi studion. E keni studion tuaj në Fushë Kosovë. Jeni frekuencat njëta? Frekuencat njëta, po a duhet me fol një gjuhë të njëjtë profesionale për më marrë vesh dy krijues? Valla po. Kjo është e rëndësishme shumë. Sikur në çdo pjesë tjetër, po nuk e fole, është formula. Ti a dit me Exonin u takum kështu për informacion publikut, u takum Exoni është një hoxh, është një djalë i cili lexon Kur'anin nëpër botën arabe, përfaqëson Kosovën densisht nëpër dhe që studion në Kairo. Edhe na po bisedojmë për Egjiptin, na jemi ju kthy tha folte për Sadatin, për atë kretarin e mëhershëm, folte për dinastinë e Mbretit Faruk. E ndryshimeve politike e ta. Tash Exon kjo Google. Me që shëndesh shuje në ima bozi, pëtë këto si me shumë Google dhe krivami. Pëllumtus. Niku, këndon për mrekulli dhe unë ti dëgjoj këngë. Rreziku më i madh Mahmut është që kur e bën këngën për këngëtarin, këngëtari tenton me kënu si ky. Pastaj. Edhe me këndu se kum edhe mua drejtën me thonë Artani mi ka pru disa balada ma herët, e kom dëgju të isha, si mi këndu kështu tash në. Unë du të bëjt të isha karakterin tem, fohën tem. Ti se ki problem. Po, a ka vokal të mirë Mahmuti? Mahmut Ferrati është, unë qa më thonë, shka të folë është të tepër. Ikon. Me folklorin më koni njoftën, qysh më herët, kur punojshëm, kur me shumë pjesë shoqata ndryshme. Në kohën e okupimit në fëmijë, u vyke me marr pjesë nëpër shoqata, domethënë shoqëri kulturore artistike. Edhe temat janë këngë që të mund më të verë, Pranvera Arbehari, kënga e Murtezanit, domethënë vëllau të ndjer profesorit. Shumë këngë. Ojdora me kone, hajde. Ato këngë që përcjell në ka preferu balada. Unë jam rrit me këngët e... Është mjeshtër i baladave, kom paqe edhe për Sapriun, pastaj Mihriesi ka bërë këngë, e përmenu më herët si cigara... Duetin me ty bashkë. Duetin, po, qa kësha bo pa ty. Që të dhe, me të se për pres tash qka po. Masim kanë dëgju... A qa ka me të cilë? Qa ka me të cilë, qa ka me bo. Edhe për ty është akumulu me vitet tëra. Deshta me pyet Nikun, a ke mendu vetës me jabu një këngë? Asnjëherë. Pse? Asnjëherë, për shkak se unë mendoj që ato që po e bëj për këngëtarët e tjerë, po mendoj që po më sjell të mira, po ja dal me zbrojë shpirtin tem. Po kënaqesh
Çka do me na këndu me Çka të gitarë? më thush ti? Ha? Çka të më thush ti? Jo, do të na këndosh diçka për të dëshmuar para publikut dhe të gjithëve që këndon aq bukur. Atas, jam kësi momenti kur shumë kujton çka më E kuptova të vërtetën, nuk e dua më këtë jetë. Dikuj që ja fala jetën, më kalan mua të shkret. Duro zemër, ti duro, krejt halal kisha bo, krejt halal kisha bo, me u këthy qysh po vuj me m'po. Mas këti emisionit je i detyru me bo një këngë për veti. Edhe nëse nuk e publikon, kime majt në sirtarin tonë. Besa, besa. Mas 20 vjetëve, kime publikon. Veç mos na del kjo. Si cigaren e fundit më fike, si cigaren e fundit më fike ti. Kur s'më paske da. Si cigaren e fundit më fike, si cigaren e fundit më fike. Kujt i kam besu në funde tua. Qa kisha bo pa ty, se di. Qa kisha bo pa ty, një jep kjo dashuri, ma dhurove ti. Qa kisha bo pa ty, se di. Qa kisha bo pa ty, një jep kjo dashuri, ma dhurove ti. Mamut, shumë mirë që jeni takua dhe me Nikon, pa tjetër, se Fati, nëse kom di se jeta jote plot këngë, po ke bë dhe vetë shumë këngë. Ama të bukra i ke bë vetë këngët, ati kanë bë kompozitor tjerë. Kjo pyetje dhe nuk bëhet kështu se nuk është mirë, Ja, shumë e mirë është kjo pyetje. Kohën kur i kom bë këngë për veti, ka qenë koha ndryshe. Ashtu si e kom i kom këndu aktualitetit, kohës, edhe drejtër me thonë ka pas ma pak këngëtarë. Nuk ka qenë konkurenca sikur është tash. Edhe është pranu, ashtu si e kom këndu, dhe është pranu pozitivisht, shumë bukur, shumë mirë. Edhe shpesh tash këta moshe e tashët, shpesh po më thënë, mirë me mamut, pse s'po bon këngë si ki bon qatë herë, si e kënu, po tash e ke ndru stili. Unë s'kom që ka thonë gjithë... E ke ndru stilin e? Jo stili, jo. Kishe pak ma ritmike, ma... Ke provu edhe me repista? Jo balada, jo kotje, qatë unë me reprovat së reprovat i kur. A jo? Jo.